Emërimi i Genta Tafa Bungos në krye të Komisionerit për Mbrojtje nga Diskriminimi ka shkaktuar reagime të forta në parlament dhe debate publike. Opozita e konsideroi zgjedhjen e saj kontradiktore, duke e lidhur me një audiopërgjim të dyshuar, ku pretendohet se ajo ka përdorur gjuhë diskriminuese ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nga veriu i vendit. Pavarësisht kritikave, mazhoranca socialiste i dha mbështetjen e plot me 83 vota. Deputeti i PD-s, Gazmend Bardhi, e quajti zgjedhjen një turp, duke akuzuar Bungon për diskriminim krahinor dhe përdorim politik gjatë procesit të vetingut. Sipas tij është paradoksale që një person i përfshirë në akuza të tilla të drejtojë institucionin që ka për detyrë të mbrojë qytetarët nga diskriminimi. Më herët, Genta Tafa Bungo kishte aplikuar për të bërë pjesë e gjykatës së lartë, por nuk e kaloi verifikimin e pasurisë, pasi sipas raportimeve nuk arriti të justifikonte disa llogari bankare dhe pasuri të paluajtshme. Pas këtij refuzimi, ajo u propozua dhe më pas u votua për postin e komisioneres kundër diskriminimit. Debati rreth emërimit të saj ka rikthyer diskutimet mbi pavarësinë e institucioneve dhe ndikimin politik në emërimet publike.